faktin që I ka thënë që po luan Po jo, po e konsideroj që duhesh me luan tjetrin me përfundu në panel. Tash pyetja ime është pyetja jote po s'po duhet dojtë pyetja jote, po du me përfundu argumentin që fillova edhe ju ishit pak të zënë duke bërë avokatin e zotit e Mhasaj. Ta përmendoj. Sa herë bëj avokatin e zënës Zajdari, edhe nëse u intereson diçka rreth meje, lirisht pim kafe dhe flasim rreth meje. Po kam ardhur për të folur për çështje lidhje kjo, pse unë kam çuar për deputet. Çfarë lidhje kjo? Sonja Hajdari, mua më intereson opinionisti i pavarur. Ti jep kundër argumente nëse ki, kur ka dështu Kosova, e ka unë shoqë historik me këshim me Këshillit të Evropës, çka ka bërë presidentja? Presidentja I ka kritikuar. Le të jep kundër sigurisë se kjo s'është edhe si e thënë të pavartit, këtu do është me dalë, po s'po më lejon me përfundu kërkosh. Presidentja po atë ka pas një reagim goxha të ashpër sa I përket kritikave ndaj ministrës së punëve të jashtme që kanë ardhur për të njëjtin subjekt politik në lidhje me atë se nuk duhet me pas kërkesa të 5 minuta 12, kështu ka qenë diçka deklarata, edhe ka qenë gabim ajo letra që është çu prizonit Zgërvalla. Do me thonë, ti sa po e the që nuk e ka pas asnjë reagim edhe u fshi. As nuk u fshi. Çfarë reagimi ky? Ky reagim e bëu ti në studio. Ky reagim e bëu një antar që civile. Jo e para shtetit. Jo e para shtetit. Çka ka pas me bëj ajo më me parandaluar me mendon kjo. Me shku me ul me Albinin me Dominikën. Mas me shoqin historik me Këshillin e Evropës. Nëse Kosova ka dështuar edhe presidentja bashkë me Kosovën. Absolutisht ka dështuar as presidentja as Kosova. Është vullneti disave me pa të dështuar edhe presidentin edhe Kosovën veç presion po më vjen keq se nuk mundem me funksionon kështu. E konsideroj që kërkesa e ardhur, kërkesa e re, nuk është hu për herën e parë, çashtu që shoh për 20 vjet liberalizimi i vizave, për tjerëve për shkak të korrupsionit, për shkak të krimit organizuar, për